Mirë se erdhët në një seri tjetër të Përballë Podcast. Unë jam Muhamet Hairullah dhe mirë se erdhët në telegrafi.com. Natyrshëm që tema e kësaj jave padyshim është aktualiteti politik, zhvillimet e fundit që po ndodhin realisht që kanë të bëjnë me atë se çfarë do të ndodhë së shpejti, zgjedhjet të reja, çështja që ka të bëjë me mënyrën e zgjedhjes së presidentës vitin e ardhshëm dhe bllokada që ndodhi brenda këtij viti dhe po e përfundojmë këtë vetë me një blokad tjetër të radhës, edhe që pasaj mund të shohim se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve. Natyrshëm për të diskutuar për këto tema, për këto zhvillime, unë kam dy njohës të mirë të aktualitetit politik, zonjën Besa Luzha, analiste politike dhe njohës e aktualitetit politik, e thash, dhe zotin Melazim Koci, kolegë timin njohës politik i zhvillimeve që po ndodhin në Kosovë. Mirë se vjeni në Përballë Podcast, vlen të përmendet që ky podcast përkrahet nga kompania Exfis, kompani e derivatave në Kosovë, në ndërkohë që ne do të flasim për atë Besa, nisa në fillim, e di, na bashkaresh na bjen shumë shpesh me ndo studio edhe me diskutume edhe paraprakisht, veç jena të mosht paka shumë se çfarë po ndodh realisht. Tash ka një zhvillim, megjithatë e kemi paralajmëruar na për fillimit një epilog i cili nisi në fillim të vitit dhe përfundon në fund të këtij viti me një epilog, saktësisht e the. Qysh jetu e po qët epilog? A është zgjidhja më e mirë që kemi thona, zgjidhja më e mirë në këtë situatë realisht? Kemi një vit të humbur pothuajse, prej shkurtit, prej non shkurtit, do të rrim sigurisht deri te non shkurti tjetër, deri sa të vjen, domethënë, formimi i institucioneve të reja. Një vit, ndoshta partitë politike kanë konsideruar që nuk është shumë, sepse në parasysh ose prioritet i kanë dhënë, si më thon, garës, votave, pozicionimit, ripozicionimit, për ta ka qenë shumë e rëndësishme me u mat në për këto dy, si më thon, zgjedhjet e para në 9 shkurt, që e prun një situatë në të cilën pothuajse në mënyrë të barabartë me pak jo po një përparësi të konsiderueshme të lëvizjeve ndoshe, por që nuk solli zgjidhje, edhe pastaj për ta ishte shumë e rëndësishme edhe një matje gjatë zgjedhjeve lokale për të ritestuar, si më thon, pozitën e tyre, edhe prandaj një farë mënyrë nuk jepnin as përpjekjen më të vogël për ta zgjidhur situatën. Në një situatë normale, me parti politike ndoshta të konsoliduara në një situatë, në një kontekst tjetër, besoj që ajo që është esenciale në demokraci, kompromisi dhe marrëveshja, do të sillnin institucionet, qoftë edhe të përkohshme, sepse e dim gjithë, kemi edhe situatën me zgjedhjen e presidentit apo presidentës që e ka kompliku situatën, se po mos ishte edhe ajo që përfundon mandati, këta do të gjenin disin ndoshta në ndonjë zgjidhje për të bërë një qeveri, po themi, por me që prap vjen situata kur duhet një ripozicionim tjetër, duket se ju ka konvenu të gjithve që të mos kenë një, si me thonë, qeverit e cila nuk zgjat shumë. Por, çka kam konsideru unë që është ka mujt me u arrit, pra një lloj kompromisi të dy palëve, është dashur që të bëhet ndoshta një qeveri teknike, ashtu siç pat propozu zoti Abdi Gjiku. Në fundit edhe lëvizjave vendosje tash në fund kur e propozoi zotin Konjufca, pra një familje hoqi pak dorë dhe u afrua pranë kompromisit, po gabimi i tyre ishte që prap synun që domethënë të bëhet ajo qeveri teknike, por me njerëzit e vetë vendosjes. Pra, në politik, një familje duhesh me dhanë edhe me marë. Të dy palë. Pra, ajo është kompromis, realisht. Ajo është një familje esenca. Pa atës funksionon politika, ne po shohim në skenën globale. Dhe s'ndodhi kjo, pastaj kjo situatë. S'ndodhi, edhe unë një familje a u zhgënjym, dje, ndoshta pak një farë zhgënjymi, po ka qenë shumë i pritur. U pa edhe nga fjalimi i zotit Konjufca që ishte sa për të konsumuar, si me thonë, kohën, dukej kështu ashqeqare që nuk është interesi, nuk e di se ata qysh i kalkulojnë, me thënë gjanë. Do të flasim për këto të kjo pjesa e dytë për me përmbyllur. Për neve si qytetar, një vit kështu i humbur, dhe çka më ka pengu që në vend se me
shfrytzu këtë kohë diqysh me gjetë mundësinë me u afru ose me ndru pak strategjinë gjitha partitë drejt bashkimit, drejt bashkëpunimit, një farë mënyrë veç po thellohet polarizimi dhe përqarja edhe prap në zgjedhjet e reja kur do që shkojnë. Ne kemi me ardhur në situatë të tillë që dikush do ta ketë pak përparësi, por prap do të ketë nevojë për dikën tjetër në mënyrë që të kemi një qeveri të konsoliduar edhe të themi një 2/3 që na çka pritet pastaj. Faleminderit shumë Besa për këtë fillim. Absolutisht e ndaj me ty mendimin, domethënë që ka të bëjë me një vetë të humbur politik, ekonomik dhe çdo që të jetë 2025 dhe po shpresoj të na mos përsëritet zoti Kocin 2026-ën. Prej analizave tua që përcjell në edhe përditshëm edhe në media Kosovë dhe rajon, situata e djeshme ka qenë e pritur, pra që nuk u pa që po shkojmë drejt një kompromisi dhe Besa e përmendi me të drejt edhe prezantimi i zotit Konjuca ishte veç blerja e një farë afati kohor. Kjo blokada një vjeçare në aspektin ekonomik dhe politik dhe në imazhin ndërkombëtar gjithashtu na ka qit një pozitë tjetër të keqe. Qysh e ke pa fillimisht situatën komplet me epilogën e djeshëm? Tani nuk dua të përsëris atë që tha Besa sepse pajtohem plotësisht me gjithat, por mendoj që kanë qenë 2-3 faktorë që kanë pamundsu krimin e qeverisë. Një, për herë të parë në skenën tonë politike, 9 apo 10 votat e listës serbe, në këtë rast 9, janë përjashtu, do të thotë, për shkak të zhvillimeve në banë. Dhe kjo e ka ndërliku, e ka vështirësu mundësinë e bërjes së qeverisë, por nuk ka qenë kryesorja. E dyta, mendoj se faktori dytë është ajo që tha Besa, presidenti, zgjedhja presidentes ose presidentit, secili ka kalkulu. Përse ta marr patatën në nxehtë në dorë, nëse pas 9 muaj edhe të humbas të rrezikoj. Sepse e dinin që kërkesa e parë ndërkombëtarëve do të jetë kërkesa për dërgimin e draftit në gjykatën kushtetuese. Dhe ajo do të kushtonte objekt që këtu kjo është për të kuptuar. Do të thotë ajo parti që merrte qeverinë, ajo do të goditej në aspektin zgjedhor. Dhe kjo ka qenë frena e dytë dhe marrë në tërësi edhe e treta kjo është vetëm spekulimi imi. Mendoj që zoti Kurti nuk ka dashur bashkëqeverisje. Ka dashur ose qeveritë vetëvendosjes me pakicat jo serbe, ose shkojnë në opozitë. Për ndryshe nuk di si ta shpjegoj faktin që as leti humbi 3 votat e Fatmir Limajt, sepse me ato 3 vota afroi mundësia e... Dje ishte votimi 56-53. Do të 59 vota me to, i duheshin 2 vota me lehtësi të madhe, i neglizhoi ato 3 vota të zotit Klimaj. Prandaj mendoj që nga ana tjetër opozita nuk ishte gjithashtu në pozitë për ta bërë qeveri, nuk i kishte numrat, dhe e dyta edhe ata dinin që palisën serbe do të ishte gjithashtu. Çështja e presidentit gjithashtu e njëjtë, me të drejtë. Mendoj se këto rrethana e kanë pamundsu, jo rrethana. Këta janë 3 faktorët kryesorë që e kanë determinuar. Objektiv, do thotë që e kanë pamundsu krimin e. Edhe kështu gjithë familje kanë bënë një dram, një aktrim, një shfaqje. Ai për ndryshe. Ishte aktrimi përgjithshëm. Aktrimi gjithë dhe sepse po ta zëmë emrin e zonjës Haxhiu, po ajo çështje zgjidhej shumë lehtë, do thotë ndrojmë emrin e zotit Konjuca nëse ishte i sinqert dhe zoti Kurti dhe serioz në bërën e qeverisë, ndronte me emrin e zotit Konjuca, por nuk deshi përkundrazi mendoj që i konvenonte që ta ketë sepse godiste opozitën në kuptimin që këta janë bllokuesit. Na dje pamate. Ajo çfarë dëgjum dje në parlament nga 2 palët ishte thjesht përpjekje, fillimi i fushatës zgjedhore dhe përpjekje për ta nxjerrë palën, për ta fajsuar palën tjetër. Dhe për ta nxjerrë keq para opinionit. Do thotë në këta në 8 muaj, 9 muaj ne praktikisht kemi, kjo ka qenë fushatë zgjedhore praktikisht. Drejtimi i gishtit, po që s'ka zgjat 1 muaj, po ka zgjat 9 muaj. Po kjo pi bjen për shikuesit e këtij podcast, për lexuesit e lajmeve që në Telegraf, kjo pi bjen që nga fushata në zgjedhore në fushatë zgjedhore. Sepse situata nga dita e djeshme tash është e qartë, a do të mbahen këtë vit apo vitin tjetër, po besoj shumë shpejt kjo përcaktohet edhe me takimet që presidenti ka zhvilluar me partitë politike. Po në anën tjetër
Besa po du pak te për shkak që ke punu në organizata ndërkombëtare gjatë ke udhëheq në imazhin ndërkombëtar pak jo, edhe te partnerët, sepse të gjithë ne edhe me takime me ambasador të ndryshëm në Kosovë, në përgjithësi në takimet rajonale, evropiane, pyesin se çfarë po ndodh, pse është kjo bllokadë dhe ky imazh nuk është që i ka shku për shtati Kosovës në kohën kur ka nevojë për forcim të shtetësisë edhe le të themi të asoj që ka të bëj me njohje e antarësime në organizata ndërkombëtare. Kush ka fund Kosovë për këto çështje që një vjet? Përkundrazi, domethënë ne kemi qenë shumë të dopt në skenën ndërkombëtare, mu për shkak të themi pa aftësisë tonë politike për të dalë, për të gjetë zgjidhje, për të bërë politik, për të bërë kompromis, sepse shishoni çfarë absurdi është. Domethënë bashkia ndërkombëtare pret nga ne që të arrijmë marrëveshje edhe kompromis me palën serbe, domethënë për të konsoliduar dhe për të përforcuar, për të finalizuar shtetësinë e Kosovës në kuptimin ndërkombëtar në mënyrë që të ecim matutje në rrugtimin tonë në BE. Dhe çfarë shohin ata gjatë këtij viti? Shohin që klasa jonë politike nuk ka gatishmëri, aftësi edhe vullnet për të pajtu fillimisht mes vete. E pastaj ata frigohen se kjo lloj gjendje, domethënë ky pozicionim në ekstreme, në barikadime, mund të reflektoj edhe në tavolinën e dialogut. Prandaj shpesh herë ata për shembull ndoshta intimisht kanë preferuar që më mirë të rrinë anash dhe të presin epilogun, edhe ndoshta me shpresën që do të ketë një qeveri tjetër me njerëz të cilët mund të jenë të gatshëm, e kanë thonë kështu jashtë, po themi, kanaleve zyrtare, por zyrtarisht gjithmonë kanë theksuar ne presim rezultatin zyrtar edhe vullnetin e qytetarëve, edhe ne punojmë me gjithë ata që në mënyrë legjitime zgjidhen për të udhëhequr institucionet. Pastaj ka pas edhe një problem të legjitimitetit në kuptimin që njerëzit që u betuan për deputet e mbanin edhe postet, po themi, të qeverisë në detyrë, e cila nga palë të ndryshme konsideroi në mënyrë të ndryshme. Në disa aspekte konsideroi që qeveria në detyrë duhet të vazhdoj detyrën deri në formimin e qeverisë së re, por shpesh herë ose edhe me disa vendime gjyqësore u kristalizua që për shembull nuk mund të njëjtën kohë të jesh edhe deputet edhe ministër për të dhënë, si më thon, për të nënshkruar udhëzime ose ligje ose gjëra të tjera. Kjo nuk u qartësua në mënyrë deri në fund, sepse nuk ka shku ndoshta kërkesa në gjykatën kushtetuese dhe ne mbetëm si vjet gjithë kohën duke e drejtuar gjykatës kushtetuese për të sqaruar. Kjo tregon që ne kemi nevojë për një qartësim edhe në kushtetutën, me vullnet të mirë, me dashamirësi edhe me angazhim të gjitha palëve të cilat janë të nevojshme për ta ndryshuar kushtetutën, ne do të arrinim edhe të eliminonim ato paqartësi. Por në mënyrën që kemi pru situatën dhe posaçërisht ata që tha zoti Kuci, si më thon, bojkotimin e deputetëve serb që janë në kuvendin e Kosovës, do më thonë duke refuzu edhe kjo palë dhe ajo palë ti konsiderojnë si pjesë të parlamentit, shumë do t'jetë vështirë, do më thonë që edhe të mendohet nisma për ndryshime kushtetuese, sepse bariera do t'jetë, do më thonë, tek 2/3 e komuniteteve pakicë, të cilat po ashtu duhet të japin pëlqimin për ndryshimet. Sidoqoftë, në aspektin ndërkombëtar kemi parë që raporti i progresit ishte me tone shumë, po themi, gri edhe jo nuk vlerësonte. Stagnim, stagnim, ajo kushtot domos nuk ka lëvizje. Edhe ajo nuk don edhe shumë, domethënë për tu parë, gjithë ne që jemi këtu kemi parë për shkak zhvillime, po në mënyrë ekonomia po stagnon pak, inflacioni ka bërë të vetën. Ajo mande krijon edhe një lloj zhgënjimi, një lloj depresioni kolektiv që nuk shohim, si më thon, dritë dhe psikologjikisht edhe emocionalisht njerëzit lodhen edhe mande mund të jenë edhe jo të gatshëm për të marrë pjesë për shembull në zgjedhjet e ardhshme, përveç nëse partitë
e gjejnë mënyrën për t'i nxitur ma shumë. me tema, me Edhe pse kemi kauza diskutuar bashkërisht edhe në diskutime tjera këtë çështjen e daljes në zgjedhjeve që po mandej në zgjedhje lokale edhe në raundën e dytë pa përqindje të mirë se motivi ishte. po ishte motivi te zgjedhjet lokale e ndryshme absolutisht. Koci te përveç aspektit ndërkombëtar që e përmendi Besa dhe te imazhe nëse ki me shtu pastaj në ndërkohë po duam të dal Desha vetëm një fjali po. nëse mundem në të Besa. Më mendoj se është ndoshta pjesa më problematike, sepse Kosova nuk ka qenë kurrë në këtë gjendje në raport me ndërkombëtarët. Një, ke masa nga Bashkimi Evropian, që vazhdon me metët sot. E dyta, ka pezullim të fillimit të dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ata paralajmërojnë fillimin e dialogut strategjik me Serbinë, që është situatë shumë paradoksale nga pozicioni ynë. Ftohje në raportet Kosovë-Shqipëri është ka ftohje do të thotë. Prandaj unë mendoj që nuk ka qenë Kosova kur në këtë pozicion sa i përket partnerëve ndërkombëtar dhe besoj që një nga prioritetet do duhet ishte riparimi i raporteve me ta. Dhe ato urgjente, shpejt thimi në Troez ku duhet me konë. Shpesh dëgjoj nuk qëndron kjo, sepse ne kemi raportet mira me ta zë me Shtetet e Bashkuara. Nuk ka kur faransisë çfarë qëndrimi kemi na. Po është rëndësishme çfarë ata si nuk kemi superfuqinë që t'i vlerësojmë ne. Mundemi, po ajo është logjike e kaluar, logjikë shumë e rrezikshme. Logjikë shumë e rrezikshme. Logjike e kthimit e një voluntarizmi dhe izolimi. Është unë po them unë nuk jam me brengosur për që Kosova humb 100 milion, 200 milion, janë të riparueshme, por raporti me ta është për Kosovën, nuk ka vend botë që atë raport duhet ta kultivojmë më mirë dhe nuk ka vend botë që më shumë i duhet ai raport ta kultivojë, ta avancojë dhe ne këto vite kemi pasur kthim serioz prapa. Këtë ja dëgjonin nga gjithë zyrtarët ose ish zyrtarët. Sidomos të Shtetet e Bashkuara, atë Bashkimit Evropian dhe hasin me përçudi, për habi, hasin në vesh të shurdhër të disave këtu në Prishtinë. Kjo nuk është mirë. Mendoj se kjo është aspekti më dëmtues në këtë periudhë. Se ndonjëherë mundesh edhe me pas të drejtë një mënyrë morale për veprimet që i bën, pa zëm si qeveri ne, të gjithë besoj e mirëpresin shtrimin e sundimit të ligjit në pjesën veriore, eliminimin e bandave kriminale, gjitha ato, domethënë askush nuk është kundër veprimeve, po themi normale, të cilat e sigurojnë vendimi për mosmarrjen e referendumit të zgjedhjeve të Serbisë, zgjedhjeve. Po, të gjitha po besoj ato edhe më duket edhe partitë opozitare shpesh e kanë përkrahasë, me thonë, në atë qëndrim. Por problemi që Bashkia Ndërkombëtare në familje ka konsideruar që ato veprime shpesh kanë qenë jo në koordinim edhe kanë sjellë një situatë ku ata i kanë vënë në pozitë, si me thonë, të pafavorshme, sepse tash kanë ndru narracioni, nëse ne kemi qenë përpara, si me thonë, një farloj pjesë apo viktim, subjekt, objekt një mënyrë i dhunës policore e gjithasa, tash ti për shembull ka rrjedh situata, nuk është ashtu ndoshta. Nuk është e vërtetë. Po serbët kanë arritur të paraqiten si viktima. Po nuk është me rëndësi, a është e vërtetë, kur ndërtohet çaj perceptimi, edhe si Bashkia Ndërkombëtare nuk ka se si vepron ndryshe, sepse ajo duhet gjithmonë në mënyrë me dal në mbrojtjen e më të dobtit. Edhe për këtë ka qenë gjithmonë lutja që ju lutem mos ne pa koordinim, mos për shembull prekni ato fusha ku mund të preken të drejtat e njeriut, si pensionet, si pagat, si gjëra që mund të përdoren si viktimizim pastaj te pjesa tjetër. Ajo që është më rëndësishme tash me të drejtë diskutuam te pjesa e parë, ajo që ka të bëjë me analizën e situatës një-vjeçare të bllokimit, aspekti i relacioneve me komunitetin ndërkombëtar dhe me miqtë e Kosovës. Dhe tash kjo është pjesa e dytë e fazës të diskutimit, po na shkon koha interesant më shpejt se që prita shumë. Te pjesa e dytë, koci që ka të bëjë çka kanë me sjellë këto zgjedhje. Na kemi diskutuar bashkërisht shpeshherë që zgjedhjet mund të jenë zgjidhje, është në demokraci, është normale. Po në vendet jo si Kosova ku gjithçka funksionon, pra Kosova sapo kalon një proces që se ka përfunduar hala
fazën e dytë të raundit të zgjedhjeve, pra nuk ka certifikim final te komunat, po presim. Pastaj problemet buxhetore që kanë ndodhur, kriza buxhetore, KQZ-ja nuk i ka mjetet financiare, duhet të gjendet një model se si të financohet KQZ-ja ose si të barten mjetet KQZ-s për zgjedhjet. Dhe pastaj kjo pjesa tjetër, fushata zgjedhore pak e lodhshme, edhe për partitë politike, edhe për simpatizantët e militantët e tyre, edhe për ekonominë e Kosovës, edhe për mediat por a kanë me sjell zgjidhje, çto zgjidhje, kur përmendet te faktoret, a e determinon kjo pak një zbutje pasaj tensioneve të partive politike? Mendoj se gjasat janë më të mëdha që pas këtyre zgjedhjeve të ketë zgjidhje, sepse thjesht edhe subjektet politike do ta kuptojnë që në të kundërtën e dërgojnë Kosovën në humner. Ne brenda një viti tashmë do të kemi 4 palë zgjedhje, po 3 palë nacionale dhe 1 palë lokale. Nëse mendoj që deklarimi i zotit Hamza, Bedri Hamza, pas zgjedhjes kryetar, që nuk do të ketë vija të kuqe, që PDK-ja nuk do të ketë vija të kuqe, është paralajmërimi mirë dhe sinjalizon që ndoshta me lehtë do të jetë, por unë nuk jam krejt i sigurt që do të ketë zgjidhje. Dhe urimi edhe përshëndetja zotit Kurti ndaj zotit Bedri Hamza në kryet PDK-s. Edhe kjo ka dhe elemente tjera, por nuk jam i sigurt që bashkë është lehtë. Pse? Tani pas tyre zgjedhjeve nuk duhen 61 vota, por duhen 80, sepse në paku do të jetë edhe zgjedhja e presidentes. Po dëgjoj 2 palë zgjedhje, nuk do të ketë. Jo, nuk do të ketë, nuk është. Pse do të ketë 2 palë? Ajo është janë të përdorur, kjo është për shkak që është aktrim edhe teatr, gjithashtu. Edhe na duhet me thonë që është e vërtetë, është një që po e përdorin të gjithë, nuk ka nëse zgjedh marrën në 28 dhjetor, duhen 2-3 muaj derisa të certifikohen parlamenti dhe ti arrin dhe absolutisht ti arrinte zgjedhja presidentes ose presidentit. I vjen koha pra. Po megjithatë mendoj që do të ketë gjasa pak më shumë. Pse? Një heqja e vijave të kuqe nga ana PDK-s, e dyta tani shtohet edhe një post i lartë. Po dhe është posti presidentit ose presidentes dhe secilës parti absolutisht secilës parti do të jetë për secilin parti më lehtë ta justifikojë hyrjen në një koalicion ndoshta edhe të panatyrshëm, nëse do të duket të panatyrshëm, me faktin që kanë marrë këtë pozicion ose atë pozicion. Dhe kësaj radhe jam më optimist, por parakusht për këtë është zbritja ulja e tensioneve. Dhe sidomos oratoria e urrejtjes. Edhe linçimit. Kjo absolutisht. Pozicionimit për shembull gjatë edhe e kemi thonë. Ne i ballavaçuam, kjo ka qenë oratoria e urrejtjes. Po edhe djepat një farë. Si më thonë. Edhe djepat. Që unë në mënyrë sinqert kisha pas dëshirë që vetëvendosja, lëvizja vetëvendose me ndru komplet strategjinë dhe mos me e përdorë, si më thonë, serbët edhe lidhjen e çdo gjëje që bën opozita. Po, shumë mirë po a thu. Deri dje, ndoshta atyre ju duket. Dje u akuzon, po ndoshta atyre ju duket që sjell vota, por sinqerisht për një zgjedhje që duhet të bëhet pas këtyre për një zgjedhje të qëndrueshme, duhet krejt komplet me ndru strategjinë. Duhet me kriju parakushtet edhe mos mu anatemu as koalicionet, as për një me du të mu zhduk vijat e kuqe. Sidomos akuza që bëhet nga të 2 palët për gjoja, për shembull, vetëvendosja akuzon opozitën se ka agent të fshehtë me listën serbe. Dje dëgjoj. Kish marrë se dje. Po kjo kësaj radhe është demantu me fakte. Opozita i ka 52 numra. Po donin të bëjnë, po të kishin agent fshehtë me listën serbe, i merrin ato në votat e listës serbe dhe e bënin qeverinë. Nuk e kanë bërë. Prandaj është shumë absurde, shumë banale, të akuzosh opozitën që pas ka agent fshehtë me listën serbe, kur ajo i refuzoi bërjen e qeverisë. Edhe akuzat e opozitës ndaj, po absolutisht. Jo njerëz serbisë, jo ato duhet hiqen nga repertuari. Duhet mu hiq komplet çaj kontekst. Na këto partitë politike duhet me luftu vetëm me programe. Po, edhe mediat. Na kemi po edhe në programe, besa unë që tash temi, domethënë, na e kemi pas shumë, domethënë te programi që as program s'kishin çamë. Çka kanë marrë me na thon për 10 ditë? Po që kjo është një probleme na duhet me sfidu. Pse?
Shisha, na kemi po, edhe une Po edhe këtë tema edhe ka muj mos me silë që aty, analizu këtë tema ka mos silë të te gjitha partitë blokada politike, na keni bloku po thuj se- presidenca, jo. aden, këtë që aty ka na me duhet qenë. me eliminu dhe nëse kish me Mhm. qenë e mundur kish me thonë, okay, apo shkojmë tash në zgjidhje, dhe me thonë blok krejt çka ka ndodhur tash. A një restart, një resetim komplet. A beson të Po, që kjo, unë kisha sepse dashur. unë e Ka pedi që raste, ka raste. unë e pedi që është e mirë që kjo që po thonë. A besoni? Ndoshta është e Raste, mundur nëse ka- ne imponojmë, Ka- për shkak dhe kërkojmë themi, okay, ju këtë gjithë përpaga po propozoni rritje. Po. Edhe i sfidojmë. Sa për shembull ju sa dhe të shumë. Se kanë më shumë kanë Muhamet pikat të bashkëta Absolutisht. se sa dallim. Hajde dallimi mund të jetë ndoshta në 20% qoftë te politika ndaj veriut për shembull, se te politika jashtë, po që edhe aty vetëm qasja se a janë ndonjëra nga këtu kundër integrimit në BE-ju. A është ndonjëra A dojnë antarësime, po, kundër, a dojnë një të reja, po. marrëdhënieve të mira me Shtetet e Bashkuara, jo. Do me thonë, ku janë kundër? Inate personale. Prandaj duhet na me i sfidu, edhe mediat pak, se që në krejt debatet edhe që kemi përcjellë, edhe shpesh kur kemi marrë, unë shpesh jam detyruar për shembull me arsyetu ndonjëherë lëvizjen vetëvenduese pse ka ndryshuar. Po shqyr që ka ndryshuar. Po ku është ai fat? Për shembull me ndryshu qase, a duhet me mbet në vitet e 90-ta apo në vitet e 2000? Ideja është Jo. me pas edhe analiza sfida profesionale, tjera. e vërtet. Edhe duhet zgjidhje tjera. Prandaj me akuzu dikon, që kanë akuzu për shembull lëvizjen vetëvendose e ka ndryshuar qëndrimin. Ka qenë gabim, sepse ti pastaj e ke Të esenca, barrikadu. po. Dhe Që ajo mandej të reformim, Po, është edhe reformim. ajo është, ata ju ndoshtë pastaj më janë frigu, se më Veç- thonë mi Veç prezantu po që kom ato një ndryshime. çfarë, jo, po kom që më kthy te pyetja dhe nashta një përgjigje. Pra, zgjidhjet e tham na, edhe nashta qytu edhe pak për publikon, duke ju njoft, Zgjedhjet. po, duke ju njoft juve personalisht edhe nashta si mesazh, sepse situata e sotme mund të na sjellë në një situatë 3 a 5 pa ditën e zgjedhjeve të nesërmen, pas zgjedhjeve. Pra, rezultate paraparsisht nuk po du me paragjyku, nuk mundën po. E para, e dyta. Mund rritë Duhet- pak për parësia. Duhet me pas bashkëpunim. njerëz ose Pra, tjerë? duhet me pas bashkëpunim. Edhe koordinim njëna me tjetrën, sepse këtu pasaj vjen ajo që është më e rëndësishme mos me qu vendin në një krizë tjetër më të madhe, kur duhen të edhe vë 2/3 për me zgjedh edhe presidentin, edhe buxheti mundet mu bart ky 2025 për pranverën e vitit 2026 dhe me hinin ngërsh më të madh. Dhe këtu është përgjegjësia e liderëve të partive politike, e udhëheqësisë tyre partive që e kanë qenë Kosovën, po shpresoj që kjo mundet pasaj me ndiku. A besoni që kjo mund të të ndërmjetësim të fuqishëm, të cilën nuk e kemi pas këtë herë, kemi pas mungesë të prezencës amerikane, të cilin gjithë kanë ditë nga një mënyrë ne duhet me kuptu kulturën tonë politike. Do të thonë, a që rrë edhe nga ajo Një farë kontrole kështu, një pleqnar. Ju e dini, edhe në kulturë, edhe në kulturën tonë, se me Halas që të mujtë me... ka pas konfliktet njerëzve gjithmonë është dashur një Anton Qeta, një pleqnar i fshatit për me i pajtu palet edhe me prej, me dhënë vendim. Shpesh njerëzit tonë nuk i kanë besu institucionet me gjyqësore, por i kanë besu një autoriteti i cili një familje ka ditë me dhënë vendime. Unë nuk po du me u kthy në atë kohë, sepse na kemi institucione dhe duhet t'i besojmë, po dhe këto institucione janë sfidu. Po kërkët një farloj përfshirje kisha të mjeshvet Kosovës. Një lloj facilitimit kisha, me thonë se ne shqyqaj kemi besu të ardhmen e vendit ton, facilitatorëve të ndryshëm në nivel ndërkombëtar, mi po pse jo edhe me ftu diken nga misht, sepse ma letë është kur dikush që na bën të mirën të gjithëve, një familje propozon, okay, ti hiq dorë nga kjo, ti hiq dorë nga kjo, dhe ajde po e gjejmë një mes. Kompromis po kërkon. Një lloj pajtimi. Sepse që na kemi tashti është rrit paleta. Tash kemi 3 pozicione. Kryetari i kompromisi mundet me kon më i madh, absolutisht. Kryetari i shtetit, ministri, zgjedhjet lokale era, tu s'kemi luftë 4 vjet të muna pastaj. Ato duhet me ndo. Ku është ato do të ishte mirë, po ka vështirë që Kosovë funksionon. Kjo është çfarë thot Besat, por kthehet në ka raste në vende të ndryshme ku ka animozitete të mëdha, tensione të mëdha para zgjedhjeve,
para fillimit të fushatës bëhet një kod i mirësjelljes. Kemi bërë Ka dhe vazhdimisht. edhe në nënshkrupi partive Po. politike edhe prej mediave, jo të gjithë e kanë nënshkru, jo të gjithë e kanë Se rrallë nuk është respektu. që do të ishte produktiv. Absolutisht, po e den besa ona si telegrafe Po, të nënshkru. me e kthyer atë platformën Kosova që dua. Absolutisht po, një nga Po, platforma të mira që ka ekzistuar në edhe në diskutim, edhe në tema, edhe në përshindje, në përmbajtje, absolutisht po. Edhe me gjithë aty Do të pikat ndihmonte e partive partimit. politike. Pse do të ndihmonte? Sepse disa prej tyre këtë tonin goditës e kanë në ADN-n. Po. Ama- Jo, është edhe një Është edhe një çështje parakosh që mediat Mhm. edhe analistët edhe gjithë ata që Amo besa do të thotë që kjo vjen më shumë tipi partive. konstruktive. Ma shumë tip, unë mendoj që partitë politike, kush janë nxitse që sot e shen, edhe në kohë reale te ajo që njihet që dhun online dezinformimi gjinohet në kohë reale. Ti e shen ndikimin që vjen nga partitë politike, komentet nga Po, në faqet po. e Facebookit të partisë tek partia Ma tjetër. dirse. Dhe veç ta përfundojmë e nisim me të drejtë që ato që Kosova që nuk ka pas diskutime në të kaluarën edhe të grupeve se në secilin parti ka njerëz jashtëzakonisht respektueshëm, të cilët mujnë me bashkëpunu dhe kanë bashkëpunu, edhe do të bashkëpunojnë, edhe do të bashkëpunojnë, dhe do të bashkëpunojnë. Dhe ka pas rrojeza të mbyllura, të cilat edhe qoftë në që ka të bëjë me dialogun e brendshëm, edhe me dialogun e jashtëm. Po shpresoj që është koha që tash, dikush, nëse na po na sheh, me nisë iniciativë, të paktën mi thirr zërat e arsyeshëm brenda partive politike, aty po do më dal tek këto diskutime që me diskutu si na që po diskutojmë këtu me kritikë konstruktive për një zhvillim sepse mbi të gjitha është Kosova. Po shpresoj. Për fund, mesazhi juaj për që lidhet me çto, për këta që duhet me boçi. Unë kam dëshirë që me që e bëm një epilog të këtij viti, e pam që me këtë rrugë nuk mund të shkoj fare. Të gjithë, edhe mediat, edhe po themi analistët, edhe shoqëria civile, edhe partitë politike në radhë parë, sidomos ata. Duhet me zgjedh një rrugë tjetër. Ajo rruga tjetër është të qisim disa tema edhe të përpiqemi me gjetë çka na bashkan e jo çka na dallon. Ka kohë, mandej, kur ka me u evidentu dallimi. Po hajde të gjejmë për shembull një pikat kryesore të cilat na bashkojnë, edhe ato mund të sjellin për shembull bashkimin apo bashkëpunimin, se është ana te mu Muhabet bashkëpunimi, është ana te mu bashkimi në kuptimin që që është kultura sa më i fortë, sa më i ashpër, sa më shumë vërtet je, domethënë më i zoti, ose sa më shumë që kam gur, e sa më ka fort që je më i rëndësishëm. Jo, parime, vlera janë bashkëpunimi, dashamirësia, komunikimi, mirësjellja, vlerat, ato janë, domethënë, të mira, jo bërtima, urrejtja, nxitja e përçarja nuk i sjellin dobi askujt. Shumicën kanë me sjell në detyrë polarizim, po, sa më shumë polarizim. Njerëzit me zgjedh me ik nga kjo shoqëri, edhe atëherë çka po mbetet? Prandaj, për hir të atyre që vërtet vendojnë Kosovën, të gjithë, edhe këtë dëshirojmë të punojmë për hir të atyre që kanë dhënë jetën që na ta kemi këtë Kosovë e lirë, duhet t'i kthehemi idesë që mund të bashkëpunojmë edhe duhet të bashkëpunojmë. Edhe mandej, le të jenë edhe disa dallime që do ta bëjnë, si me thonë, vlerën se kujt i jepet përparësia. Madje edhe në qeverisje, sepse kështu është edhe qeverisja, pastaj më e mirë kur edhe subjekte të ndryshme ndarja përgjegjësive. Është mesazh interesant ku që përfund te mesazhi që risi Besa, pjesë e diskursit jemi edhe na, dhe mediat, edhe opinionistët, edhe analistët, të cilët mund të jemi, që me thonë, pjesë ndihmuese, sepse në fund ditës janë partitë politike ato që kanë marrë drejtimin dhe kajën. Gjuha e tyre determinon të militantët e tyre, pastaj ajo gjuha e tyre po përfundon edhe në studio. Nuk është shpesh edhe më thëmë, çka kanë me bë mediat kur ata pianisin kuvend atje diskutimin. Vetëm se duhet pasur parasysh një gjë. Është bë imperativ në këtë moment që Kosova, që subjektet politike t'i ulin tensionet. Pse? Nëse për asgjë tjetër, Kosova është në tehun e luftës hibride të Serbisë. Dhe ajo luftë hibride e Serbisë që zhvillohet nga ndonjë qendër atje në Niš, Beograd ose mos thënë në Moskë, sepse është luftë e kombinuar ruso-serbe, gjen terren të përshtatshëm
nëse ne akuzohemi ndërmjet veti, jo këta kanë agent të fshat serbe, jo ajo është njeriu i Serbisë. Ajo luftë hibride e Serbisë shumë si shohet në një terren të tillë, sepse nuk është vështirë të bësh 1000 profile në Beograd, një zyra të madhe, me emra shqiptar edhe të futesh të gjuash benzin në zjarr. Unë prandaj e konsideroj shumë të rëndësishme, jo shumë të rëndësishme, kur më rëndësishme s'ka qenë ulja tensione dhe heqja prej fjalorit të elementeve të oratorisë së urrëties. Ka pasur, është përtarur keq, por vërtet ka pas oratorit të urrëties në këtë periudhë. Edhe ndoshta zgjidhja e problemit me listën serbe. Nuk e dia do të ketë ku. Por nëse vërtet ka elemente, ka fakte edhe janë të lidhur me atë që ka ndodhur te Banjskat, dhe gjenden formën që t'ja pamundsojnë ndoshta regjistrimin në përgjedhjet e ardhshme. Ose do të më kriju kurset për ma shumë serb si zoti Rashi që si të tjerë që të, si me thonë, zvoglohet ndikimi. Por kjo për shkakun nuk është në dorën tonë. Ne mund t'i marrim masat që janë në dorën tonë për t'i marrë, për shkakun qeveria. Nëse deri tash ju është thënë që mundeni me shpall listë si subjekt, si një listën e atyre, nëse ka elemente, le të drejtohen gjykatës, le të bëjnë diçka në atë drejtim në mënyrë që ta eliminojmë edhe atë faktor bllokim. Po shpresoj koha do shkoj shumë shpejt edhe te zgjedhjet, fushata po shpresoj mos ketë gjuhë fyse denigruese, edhe mos ketë dënime të mëdha që ka pas shkurt nga ana PZAP-s. Faleminderit shumë Besa Luzha dhe Meazëm Koci për këtë analizë për të situatës aktuale politike dhe se çfarë na pret në ditët dhe javat e ardhshme. Faleminderit shumë. Shikuestar, ishim për aktualitetin politik në këtë diskutim të përballë podcast, shihemi në temën e radhës.